kush na ka penguar? Po na ka penguar çdo herë pushteti atëhershëm, edhe ndërkombëtar, edhe vendor. Edhe qeveria, edhe partitë, edhe strukturat e ndryshme parapolitike. Me këtë rast do ta kisha përmendur një episod interesant me një komandant të mirënjohur lufte, i cili u bë politikan, dhe i cili erdhi dhe më tha mua në vitin... Me që veç temi kështu... Besoni nuk është rëndësishme, ka mundur tjetë cili do për i tyre, po... I cili erdhe dhe më tha, Alben, pse këtë kundërshtim që e keti me Shikun? Që të ka bërë Shiku, tha ty, s'ka bërë kur që Shiku? Pse kundërshton ka shumë Shikun? Unë përsa isha bërë deputet atër. Unë i thash, shiko, në vitin 2005, kër e kemi nisur vetëvendosjen, e kemi pasur një vetur. Ka qenë Gjeta e Liburnit. Edhe ajo Gjeta e Liburnit shkonte në një pikë karburanti, në një pompë benzini, shkonte dhe i merte 60 litra naft në muaj. Një herë, dy herë. Herën e tretë, punëtorët aty na thanë, na falni sepse ka ardhur urdhri që kjo makinë nuk bën të marrë naft këtu. Dhe morëm vesh më pas që një eksponent i Shikut ka dhënë një urdhër të tillë. Thash, ju me u pamarë si PDK-e, si Shik, me u pamarë ju me Serbinë, sa e një marë me neve, ish Bashkumi Treviza. Ai qeshe dhe tha, Albin, tha, ti s'po e kupton politikën. Thash, pse s'po e kuptoj politikën? Tha, na Serbinë ja kena lënë Amerikës, na mirë me juve. Unë besoj që ka të vërtet këtu. Dhe ky është një nga gabimet e mëdha të orientimit parimor e strategjik të politikës kosovare. Ne besojmë që nga Serbia përjetësisht na shpëtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pushteti këtu vazhdimisht merret me opozitën. Prandaj edhe kemi humbur shumë kohë e energji dhe prandaj jemi vendi me papunësinë më të madhe, varfëninë më të madhe dhe më i pazhvilluarin në Evropë.